3 sinjale që mund të parandaloni një infarkt. Po, 3 sinjale të trupit tuaj për të parandaluar një infarkt. E them për të mirën tuaj dhe ndoshta kjo video mund të ndihmoj dikë. Dua të nënizoj një diçka tepër të rëndësishme. Nuk jam mjek, as profesionist, as specialist në këtë materie. Por informohem dhe tjetra që është akoma më rëndësishme, dua të tregoj historinë e një miku ton që na la, pikrisht pra për një neglizhencën e tij. Kush është rastisht do t'i lutesha t'i bëj like faqes, njëkohësisht, nëse nuk e ka bërë, njëkohësisht të ndaj këto informacione dhe pres komentet tuaja. Vitin e kaluar kisha bërë dhe një video që ja dedikova një shokut ton, prisja në mëngjes që ta merrja në telefon. Me fjalë, mora në telefon në mëngjes, duke shpresuar që të më përgjigje, nuk më përgjigj kush. Dhe në drek më morën në telefon dhe më thanë që nuk jetonte më. Nuk e keni iden, deri një ditë më përpara që ishim bashk dhe me gjithë shokët e tjerë, dhe të nesërmen ai nuk ishte më, djaliri. Me një fjalë, 50 vjeçar, çfarë është? Nuk është djaliri. Dhe unë do t'ju them se kush ishin ato sinjalet që ai kishte ndjerë që na i thanë familjarët e tij, gruaja. Janë sinjale që duken banale në aparencë, por janë tepër të rëndësishme. Atëre, dua të nënvizoj që kryesisht problemet e infarkteve fillojnë nga mosha 45-50 e lartë, pra kur trupi ndryshon dhe futet në një tjetër status. Kanë ndodhur dhe vazhdojnë edhe të ndodhin infarkte para kohe, pra para kësaj moshe, moshës 40, ndoshta edhe 30, por kjo ndodh shumë rrallë dhe për faktor të ndryshëm, si për shembull të vaksinuarit. Për shembull, është e rëndësishme kjo që po ju them, ose dhe të tjerë që kanë disa probleme të tjera, pra probleme anësore. Dhe si mund të parandalohen? Atëre, kush janë në radhë të parë sinjalet? E para që është më e rëndësishme nga të gjitha është presioni në krahëror. Është një presion sikur i fortë, nuk është një dhimbje e fortë, por një presion që sikur të shtrydhet krahërori, që është zemra ajo që të kurret nga problemet e gjakut dhe të qarkullimit. Pra, ky është problemi kryesor, kur fillon dikush që ka dhimbje të tilla ose si mund t'ja u them, bllokime të kraharorit, sikur të shtypin kraharorin, ky është sinjali 1. Ndërsa sinjali 2 është lodhja kronike. Shumë njerëz, duke filluar nga mosha 40 e lartë, për shembull, e ndjeni dhe unë e ndjej që nuk marr dot frymë si gjithmonë, si më përpara, sepse trupi ndryshon. Sado që tani mundohemi që të ecim në këmbë, të bëjmë gjimnastikë etj, që është tepër e rëndësishme, por prapë trupi ka ndryshuar. Kështu që kjo është e rëndësishme që t'i kushtojmë rëndësi. Pra, lodhja kronike. Unë nuk kam një lodhje kronike, por normal që ndryshon trupi dhe nuk merr dot frymë si më përpara, si djaliri. Tjetra, që është faktori 3, është sudorazione, djersitja, më falni, djersitja dhe njëkohësisht edhe plogështia. Pra nuk keni dëshirë të bëni asgjë, doni të shtriheni dhe sikur t'ju zë gjumi, sikur doni gjumë gjithmonë. Dhe kjo e rëndon akoma më shumë situatën, sepse është e vërtet që ke diçka dhe duhet që të shkoni tek mjeku, sepse këto janë pikat e para dhe janë patologji, mund të klasifikohen si patologji, por është e rëndësishme sepse njeriu në disa raste nuk e kupton, sepse thua, sidomos në shqiptarë njërë, deri kur të vi momenti që ne të shtrihemi për dhe vetëm atëre shkojmë tek mjeku. Por nuk duhen anashkaluar, sepse kemi responsabilitete, kemi fëmijë, kemi familjar, kemi shok, grua, djem, vajza, ku ta di unë. Pra është e rëndësishme. Dhe unë do të tregoj këtë histori tash të këtij miku ton. Ne ishim duke
regjistruar, unë me stafin, me fjalë ishim duke regjistruar në Grosseto. Dhe në pas dite, kur u kthyem, e pyeta se ku ishte, dhe ky shoku ynë, dhe nuk dua t'i bëj emër se më vjen kështu, ndoshta e shikojnë dhe ata të familjes dhe nuk dua që më falni, por thjesht është ndodh për ditë, kështu që nuk është se e shpika këtë. Dhe po thosha, e mora në telefon edhe i thash, okay, tha hajde takojmë poshtë tek shtëpia e Giancarlos. Dhe shkuam tek një shok tjetër. Shkuam aty dhe ai ul në një vend që ishte një baçe, ka një kopsht të vogël ky Giancarlo dhe një tip druri, kështu që ul aty. Nuk është ndonjë sen, por tip druri, kështu që i prer. Dhe ky ul aty. Dhe kishte djersh së ftohta, e pam të gjithë, edhe u zbardh në fytyrë, sikur ishte i bardh. Dhe mbetëm kështu, e tham, ai kujtoi se edhe i dham pak sheqer, me fjalë ujë me sheqer, sepse ose disa shoqja e Giancarlos i dha karamele, nga to hallës, dhe ose dhe një menta, dhe e mori vete. Dhe ai aty për aty tha, më tha se do jetë nga puna, tha se sa u ktheva, tha se kam punuar pa ndërprer, tha që nga mjesi. Dhe ky ishte një nga momentet. Një tjetër moment kishte qenë, për shembull, kur dolëm me familjet. Dolëm me familjet në qendër, edhe pastaj kur u kthyem, se ecëm shumë, themi të vërtetën, po thuaj një 2 orë e gjysmë, kemi ecur lart e poshtë, derisa ulëm pastaj në një restorant që ngërëm bashkë. Dhe kur ulëm aty tek restoranti, nuk merrte dot frym. Edhe kishte atë djeshta, nuk jam mirë, tha, megjithatë pas pak i kaloi dhe kjo. Njëherë tjetër, që ishim vetëm ne, ishim 4 shok, dhe ishte paradite, me fjalë në fund të paradite, rrethos 12-12 ca, ai shkoi dhe ushtri në makinë, ishte tepër i lodhur. Pra, të gjitha këto që ju thash tani, që i thonë specialistët, nuk ka pse i them unë, i ndodhen këtij shokut ton. Por i ndodhen paraprakisht, ai nuk e kishte kuptuar dhe ajo arteria kryesore i krijoi probleme të rënda. Dhe nuk pati mundësi me fjalë që të mbijetonte. Edhe pse i dhanë ndihmën e parë gjatë rrugës ai iku. Iku dhe la fëmijë. Tani, pse e them këtë? Sepse ne flasim për shumë argumenta, por thash në këtë rast ndoshta mund të ndihmojmë dikë, sepse pikërisht sot lexova në një artikull që gruaja e një zotërie nuk pati kohë që ta çonte me fjalë që të vinte ambulanca, sepse ambulanca erdhi me vonesë. Dhe ajo nuk dinte as të jepte ndihmën e parë. Pra, cilat janë ndihmat e para, kryesore? Gjëja kryesore që është ecja njerë që t'jetë ai. Vetë njeriu duhet të eci, duhet të bëj pak, jo gjimnastik, se s'ka nevojë dhe për gjimnastik. E rëndësishme që të eci, të paktën 4 apo 5 kilometra çdo ditë, të paktën. Pra, kjo është minimumi që jep shkenca dhe specialist kardiovaskular, sepse ndërpret ose anashkalon të paktën 20% të problemeve kardiovaskulare. Nuk e di më kuptoni apo jo. Me 4 kilometra çdo ditë. Pra mjaftojnë 4 kilometra që të anashkaloni pikërisht pra problemet, 20% problemeve kardiovaskulare. 20% që është shumë. Dhe nëse kjo shtohet nga dita në ditë, pra orët e ecjes në këmbë dhe për më tepër pak gjimnastik, dhe kjo të ndodh pas 3 apo 4 muaj, me fjalë që ta zgjasni këtë 3 apo 4 muaj, në krye të 6 muajve do të jetë 50% shmangja. Nuk e them unë, e thon specialistët. Pra ky është problemi kryesor i njerëzve që kanë një jetë nga të ulur në një karrike ose nga jeta ekstreme në gjimnastik dhe ulen në një karrike. Dhe jeta në një karrike kalon për ditë të tëra. Dhe ky është një problem. Pra duhet gjetur koha që sepse përse jeton? Jeton për të jetuar, kështu që është e rëndësishme që ti duhet të shikosh këtë gjë, sepse nëse nuk bën aktivitete fizike, akumulon problemet gjatë rrugës.
Tjetra, që është edhe kjo e rëndësishme, të gjitha ato pikat që thamë më përpara, është mirë që të këshillohesh me një mjek, sepse duke filluar pra që nga mosha 45-50 e sipër, secili ka ose shfaqen probleme që ne kemi hasur gjatë jetës. Dhe këto, duke patur probleme anësore, rriten gjithmonë më shumë dhe mund të kesh probleme të rënda. Pra, ky është një faktor tjetër. Shkoni, bëni një vizitë, nuk ju kushton gjë. Hajde se do kushtojnë 100 euro, 200 euro, 500 euro, por është për të mirën tuaj. Pra, ja u këshilloj. Tjetra, që kjo zonja për shembull nuk pati mundësi të jepte ndihmën e parë të shoqit, sepse nuk dinte gjërat e para, ndihmën. Pra, krau që kalon djathtas, këto duhet i shikoni sepse nuk duhet ja u them unë sepse nuk jam specialist dhe nuk dua që ndokush nga ju të mendoj po ky tani u bë mjek, u bë doktor. Kështu që ndihma e parë nëse hasni në një njeri që ka probleme me frymari, me zemrën apo një para infarkt. Ose dhe vetë njeriu njoh një doktor, për shembull, një doktor, një mikun ton, që ai i ka nën 3 infarkte dhe ai e ka zgjidhur vetë problemin. Vetë pas njeri. Pra, duke bërë shtytje fort këtu, fort, në krahëror e kaloi, sepse ai duke qenë mjek e dinte dhe e njeh këtë patologji. Pra, merrem ai disa herë ka shpëtuar. Tani, radhës tjetër që nëse do jetë fort, nuk e di të shpëtoj apo jo, por është e rëndësishme që edhe vetë. Pra, mënyra se si qëndroni, krau që duhet kthyer, koka njëkohësisht, gjimnastika që i bëhet kraharorit, etj. Pra, në radhë të parë për vetveten, por duhen këto. Pra, që të informoheni, ju mjafton 1 minutë ose qoftë edhe 1 ditë e jetës suaj, të informoni, keni gjithë ato tutorial me specialistë që tregojnë se si të parandaloni infarktin në një njeri. Është e thjeshtë. Dhe kjo parandalon jo vetëm infarktin vetvete thash, por edhe tek njerëzve të tjerë, të njerëzve familjar. Dhe në këtë rast do thoni unë e shpëtova këtë njeri. Pra, unë shpresoj që të kem qenë i dobishëm në këtë informacion dhe do të dëshiroja në këtë rast, nëse jam i dobishëm, të më lini një koment. Nuk dua asgjë tjetër, dhe të më thoni diçka në një koment për këtë informacion që ju dhash. Sepse nuk është se nuk e dinit, por duke ja u kujtuar, atëre kjo vjen direkt, me fjalë direkt në mendjen tuaj dhe në veshin tuaj dhe do ta kujtoni për herë këtë mesazh që ju dhash sot. Kështu që ju falenderoj që jemi përbashkë, pres komentet tuaja dhe shpërndajeni këtë video. Kalofshi bukur.